Besimtarët musliman këtë të mërkur kanë festuar në të gjithë vendin Kurban Bajramin. Mira besimtarë ju drejtuan xhamive dhe shesheve kryesore për faljen e namazit dhe lutjet për paqe, begati dhe harmoni familjare. Në Shkodër, qindra besimtarë u mblodhën për faljen e namazit, ndërsa Muftiu Muhammed Syftari bëri thirrje për më shumë përkushtim ndaj familjes dhe mbështetje për shtresat në nevojë. Ceremonitë të ngjashme u zhvilluan dhe në Elbasan, Fier, Durrës, Berat, Gjirokastër, Kavaj, Kukës dhe Sarand, ku mufti dhe imamat përcollën mesazhe solidariteti, dashurie dhe ndihme për njerëzit në vështirësi. Gjithashtu dhe në Korç, u mblodhën qindra qytetarë të cilët falen namazin në xhaminë e Ilyas Bey Mirahorit, ku muftiu i Korçës Ledian Cikaleshi uroi të gjithë besimtarët për më shumë mirësi, begati dhe harmoni në familjet shqiptare, duke theksuar rëndësinë e sakrificës dhe solidaritetit që përcjell kjo festë. Pas faljes së namazit, besimtarët janë drejtuar familjeve të tyre për të kryer ritin e therrjes së kurbanit, një simbol i bindjes ndaj Zotit dhe ndihmës për njerëzit në nevojë. Sapo kryem namazin e Kurban Bajramit në sheshin para xhamisë historike të Korçës, xhamisë Ilyas Bey Mirahorit, ku gjithë besimtarët së bashku fillimisht falen namazin e Kurban Bajramit dhe pastaj do largohen për të shkuar për të bërë një nga ato ritet e kësaj dite që është thirrja e një kurbani. Lutë Zotin të ketë pranuar çdo besimtari fillimisht namazin e tyre, pastaj edhe kurbanin e tyre që do bëjnë, dhe lutë Zotin që këtë ditë feste, këtë ditë kaq të bukur në zonën e Korçës t'i japi mirësi, t'i japi begati të gjithë shqiptarëve kudo që janë, të gjithë korçarëve në mbar vendin apo jashtë vendit, dhe i uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bajramin. Besimtarët shprehen se Kurban Bajrami mbetet një festë që simbolizon sakrificën, besimin dhe solidaritetin mes njerëzve. Ata theksojnë rëndësinë e ndihmës ndaj familjeve në nevojë dhe pajtimit mes njerëzve në këtë ditë feste. Siç e dëgjuat edhe kam thënë, është një festë tradicionale, domethënë që ka mbetur që në kohën e profetit tonë Ibrahimit alayhis salam, sakrificë. Por në fakt bindje ndaj Zotit, nuk ka rinë asnjë as gjaku të ai. Është bindje ndaj Zotit Kristit dhe gjithashtu domethënë edhe një sakrificë domethënë për ndihmë të varfërve, për bashkim familjar, për ata që nuk janë pajtohen sot edhe tjetë një kësim feste për të gjithë. Uroj për të gjithë, në termin njeri, të kenë feste gjithmonë, begati, mirësi dhe gjithë mirat. Gëzuar. Ndërsa urimet për paqe, dashuri dhe mirësi nuk munguan dhe nga besimtarët e pranishëm në ceremoninë festive të Kurban Bajramit në Korçë. E urim gëzuar Bajramit të gjithë njerëzimin në botë, paqe, dashuri, mirësi, rregullaqe nga Zoti, qeverinë tërë, njerëzimin tërë, botën në mrekulli. Zoti na japë dashuri gjithët, edhe mirësjellje dhe njerëzit. Në këtë ditë të shenjtë për besimtarët musliman, mesazhet kryesore mbeten paqja, solidariteti dhe dashuria mes njerëzve, ndërsa atmosfera festive ka përfshirë gjithë vendin.